një pyetje të fundit. E di që edhe mu më ka ndodhur kur kam qenë fëmijë, ka ndodhur edhe djalit tim pikërisht në këtë Ramazan, kur habitesh e prish pahiri. Çka duhet me bë për me vazhdu agjërimin pa e lanë në gjysmë atë ditë? Ajo fillimisht nuk konsiderohet prishje. Krejt në rregull është. Bile, i dërguri Allahut, Muhamedi a.s. se feja është e detajizume. Këtu të na nuk kam mjegull diçka, që me thonë s'pi kuptoj, ose runa zot me eran njëri konfuz me vetë vetën, mos me i kuptu senet. S'ka konfuzitet tu. Tu krejt jenë të sqaruar atë qartë. Njeri ju mundet me hangër, edhe me pi. Duke pi, i bien men që është agjërushëm, e ndërprin. Qaq? E pastron gojen, çka ka ndodhur, Muhamedi a.s. ka thonë, e ka ushqy Zoti ti. Ka ushqy Zoti, edhe fëmijët shpesh herë është e Zotit. E han një moll apo gjysmë apo një banana diçka, i bien men. Nanat e mençur i thonë, në rregull është bija ime ose djali im, disa jo të